Një nga ngjarjet më bombastike pas përfundimit të Big Brother VIP Kosova 3 ishte përplasjen e distancë mes dyshës së fundit të mbetur në finale, Drilonit dhe Gjenetës. Ky e fundit u detyrua t'i publikoj bisedat, të cilat tregonin një anë komplet tjetër të Drilonit nga ajo që kishim parë brenda mureve të shtëpisë më të famshme. I shpejt ishte reagimi i Drilonit që paralajmëroi masa ligjore, teksa me ironi u kthye tek gishti i mesit pasi videot u hoqën nga Gjeneta. Zanafilla këtij problemi qëndron sipas gazetarit Labinat Nimani tek tendenca që të jetë një imazh fasad. Duke qenë se kam qenë pjesë e 2 sezoneve të para të Big Brother VIP Kosova, pak a shumë e kom marrë edhe një lloj mësimi se çush me i studiu karakteret që janë brenda. Edhe më na më liresh me thonë që te na, për shembull në këtë sezon Driloni, kur ka qenë fitues, nuk më ka pëlqyer shumë loja e tij për shkak që ka qenë ta themi populist. Ma shumë ka fol gjana çka e ka ditë që i pëlqejnë publikut edhe që i përshtaten mentalitetit shqiptar që mbretëron te na, se sa që ndoshta e ka përshkruar ato si person real me lojën e vet. Këto mas mire ka vullosë edhe publikimi i bisedave të Gjenetës. Gjeneta për ndryshe për mu ka qenë shumë fituese, pse nuk e ka marrë venin e parë, për shkak që është paraqit shumë dimensionale brenda periudhës në Big Brother VIP Kosova, me krejt ngjyrat e saj, nuk ka hezituar me shfaq çdo anë të saj, si sensitive, si ndoshta negative, si atë të debateve, si atë të lojnave, atë të dashnisë edhe gjithçka tjetër. Kështu që gjithmonë para fasadave që në këtë rast është Driloni, unë i preferoj njerëzit që janë vetvetja, e që në këtë rast është Gjeneta. Kështu që nuk më pëlqen kur njerëzit preken në privatësi, po me qenë se Driloni ka bu shumë lojë dhe shumë show me emrin e Gjenetës brenda jashtë shtëpisë, duke tentuar me një aspekt me përull, në bazë të aty në bisedave që u publikun, u vërej që pas ka një Drilon krejt tjetër, juaj që i mësu me pa në shpe, juaj që ka thonë nuk e marrë të dashurën që delë në për kloba ose diçka e tillë. Reagimet e Drilonit ku herë kërkonte falje, e herë ishte superior me arrogancë, duket se ishin sinjal që menaxhimi i situatës i kishte dalë nga duart. Unë menoj që Driloni as në ndër nuk e ka pasur që nëherë ato biseda kanë me dalë, nuk e ka menu nëherë këtë version, që Gjeneta ka qaq shumë këllë që sa për me i publiku, edhe normalisht ato reagimet që ai ka pas në media sociale pas publikimit, e kanë tregu shumë mirë edhe shumë qartë që i ka dhimbë. I ka dhimbë si skandal që ka dalë, sepse pak a shumë ja kanë nxjerrë edhe një anë tjetër të personalitetit që për publikun fatkeqësisht nuk ka qenë i shfaqur, nga që, siç e thash edhe më herët, si ai bashkë me shoqën e tij, se të dashur s'po mundna me i thonë, nuk më kanë jep asnjëherë në lloj kimie me Sarën që mi quajt partner. Bashkë me shoqën e tij, domethënë kanë qenë shumë personazhe me fasad brenda shtëpisë. Sidomos Driloni, që gjithmonë, domethënë siç e thash edhe më herët, ka tentuar non-stop me bu një farë loje që thjesht e ka ditë që pëlqejt publik, por nuk e ka përshkruar ato si person vërtet. Kurse për Gjenetën, e përgëzoj edhe më ka bërë shumë qefi edhe kur i ka qit, për shkak që nuk është e lehtë, sidomos kur jeni femën, përballë gjithë aty në kamerave dhe një audiencë gjigante që ka Big Brother VIP Kosova, me dalte edhe me mundu me përull non-stop, siç ka bu Driloni për gjatë gjithë kohës, edhe mandej mas një javë mbasi që përfundon spektakli, ai e nxjerr fytyrën e vërtetë dhe i qaset me një qasje krejt ndryshe që padyshim ka qenë flirtuese, nuk ka ato diçka tjetër. Që prej bisedave me Gjenetën, historia me vloga me Sarën u ndal si në pull. Rastësi apo jo, ai kushtoi fituesit të Big Brother VIP Kosova 3 e gjithë kjo rëmuj? Unë menoj që nuk i ka ndikun ashtë edhe shumë në relacion me Sarën, për shkak që ata nuk kanë pas ma shumë se shoqni, besoj shumë në këtë gjë, edhe ndoshta kjo është edhe arsyeja pse edhe nuk i kam shih fotot edhe postimet e përbashkëta prej rrjeteve sociale, sepse unë pak më herët hina edhe bona një check-out, e këshyra që akoma i kanë fotot e ditëlindjes edhe gjana tjera, kështu që mendoj që çka i prish punë Sarës, çfarë bën ky me çika tjera
Po ndoshta e ka kushtu vetëm me faktin që mo nuk mundet me shit lidhjen e tij me Sarën si një lidhje ose romanc vërtet, sepse gjanat janë kuptu. Nëse ajo kish me qenë e vërtet, nuk e besoj që Driloni kish pas vakt me u merr me Xhenetën, ose këndo tjetër në këtë rast. Por çka thot saktësisht vendimi? Në faqen e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, në mesin e shumë vendimeve që janë nxjerrë, kuptohet sakt që njëri prej tyre është pikërisht për këtë rast publik që bëri shumë zhurmë. Aty thuhet se ka përfunduar procedura e iniciuar nga avokatja e Drilonit, zonja Bedria Rexhepi. Mes tjerash, precizohet nga kontrolluesi, jemi njoftuar se njëjta është qetësuar disa herë nga pala ankuese përmes thirrjeve telefonike dhe gjatë disa bisedave të realizuara përmes mesazheve zanore, voice 2 message në telefon, e njëjta ka njoftuar ankuesin se të gjitha bisedat me mesazhe zanore mes tij dhe saj janë të incizuara dhe nëse vazhdon t'i shkaktoj shqetësime, do t'i bëj publike. Me këtë rast, pala ankuese nuk ka kundërshtuar, por ka deklaruar në mënyrë të shkruar në platformën Snapchat, bani, se të duhen për vëmendje. Vendimi vazhdon tutje me një paragraf të sqarues ku thuhet: e njëjta bazuan deklaratën e dhënë ka ofruar dëshmitë e bisedave të realizuara përmes mesazheve zanore, voice message dhe shkrimin, në të cilin kontrolluesi konsideron se ka dhënë pëlqimin paraprak pasi që nuk e ka kundërshtuar publikimin e tyre. Njëherë kontrolluesi ka deklaruar se me që qëllimi i publikimit nuk ka qenë shkaktimi i dëmit të integritetit personal të tij, por ndalimit të shqetësimit të më të tjeshëm të saj, e njëjta ka deklaruar se menjëherë do t'i fshin nga rrjeti social incizimet e publikuara. Marrja e tutje me çështjen sipas vendimit të datës 28 prill publikuar sot në faqen e agjencisë është e kotë. Me këtë rast bazuar në këtë dispozit ligjore, si dhe faktet e sipërmendura, në që kontrolluesi ka realizuar të drejtën e palës ankuese, duke fshirë bisedat e publikuara në rrjete sociale të lartësekura, agjencia konsideron se marrjen e vendimit ndaj kontrolluesit për fshirjen e të dhënave personale të publikuar në platformën Twitter në adresë personale të kontrolluesit konsiderohet i kotë dhe si rezultat i kësaj, agjencia përfundon procedurën administrative. Vendimi ka afat 30 ditë për ankesë në gjykatën themelore, ku duket se mund të ketë ende punë. Këtë në alat të kuptohet avokatja e Drilonit, zonja Bedria Rexhepi. Që në rasti për agjenci për privatësi e ka një vendim për klientin e juaj Drilon Rama. Ç'është komentoni? Përbis nuk e kom duna me lexu dhe tani me komentu. Edhe një dërguar dhe klientit me pa dhe klienti. Rasti nga agjencia është në mbyll, duke thënë që është e kotë me vazhdu tutje. Po është e kotë se Gjeneta veç se ka hek atë postim të rrjetet e sociale, ankesa jo në agjenci ka qenë pikërisht qëllimi. Dhe më thonë me u largu ajo video nga rrjetet e saj, për derisa është realizu, nuk ka me vazhdu tutje brenda agjencisë, vazhdojna me gjykatën. Në raport thuhet që pala ankuese ka qenë informuar që është u incizua dhe këto kanë u përdorë. Gjitha këto dëshmi që i kanë. Ato janë vetëm pretendime të raportit, unë nuk i kom pa ato incizime dhe ato prova që me të vërtet pala kanë qenë njoftume. Dhëtë në pas prova. Keni afat për 38 vend gjykatë themelore për ankesa, dëshironi me bokët me shfrytzu këtë drejt, apo jo? Ne veç se paraprakisht kemi fillu pa din, në gjykatë, para se agjencia me marrë këtë vendim, kështu që jemi të ishtu mundësim se me cilët kemi me vazhdu. Do një qasje tjetër ndaj Gjeneta vetata ka me pata, apo dëshironi me mbyll qasjen me këtë vendim që e ka dhënë? Në momentin që e njëjta vazhdon me kërcënu që ka me përdor videot të ngjashme në rrjetet sociale, sigurisht që na kemi me vazhdu. Edhe gazetari Nimani pret që Driloni të mos ulë me kaq fort të vazhdoj. Menoj që Driloni ka me vazhdu akoma, dhe më thonë, rrugë ligjore, nuk e besoj që ka me pa sukses, po aje bën këto vetëm për shkak që edhe me mbet faktor në industrinë e showbizit, sepse nuk ka diçka tjetër shumë për me dhonë, për me qenë elemente dhe për me qenë një emër që diskutohet rreth tij. E kemi pa, mu për shembull më ka pengu shumë, jashtëzakonisht shumë një deklaratë e tij kur ke finalja e Big Brother VIP Albania dhe i dëshiroj shumë fitore gjestit. Edhe tha, unë e tha im kom fitusi, tha kupto ta që me mu s'ka mujt më shty ta në Kosovë, tha po për atje fitusi është gjesti. Do me thonë, i ka ndryshu pak a shumë edhe mënyrën e raportit me ta edhe mënyrën e komentimit rreth gjestit, vetëm për shkak që
gjesti ka qenë fenomen, diçka që Driloni nuk ka mujt me qenë kurrë edhe pse ka marrë vendin e parë. Edhe krejt këto e ka bu për shkak të marketingut, për shkak që më u diskutu për të, për me qenë domethënë non-stop në showbiz. Kështu që mendoj që edhe me Gjenetën besoj që i konvenon Drilonit për me vazhdu akoma ma shumë se Gjenetës nuk e menoj. Sepse Gjeneta veç është një emër që po ndjekët shumë, është po ashtu edhe e angazhume në botën e televizionit, ka goxha shumë edhe bashkëpunime sa po e shoh në media sociale, kështu që gjithë kjo lloj tragjedie është veç në favor Drilonit, sado që Zanafilla ka qenë ndoshta katastrofale për personalitetin e tij, po vjen mirë që ka edhe guxim, edhe ëndje për me vazhdu tutje. Nuk isha çudi nëse një det ishin rregullu raportet mes Gjenetës edhe Drilonit, për shkak që Gjeneta, sado që është ekspresive si natyrë, të paktën te e ka rezultu një farë shpirtit bardhë edhe për gjatë lojës në Big Brother. Besoj që shumë njerëz të pajtohen me mu. Si do shkoj tutje, ne do ndjekim hap pas hapi për çdo risi.